Nuk besoj që ndokujt mund t'i kenë shpëtuar në rrjetet sociale disa reagime të gazetarëve të ndryshëm, të cilët komentojnë, ndjekin Big Brother, reagime lidhur me ndjekësit e çdo personazhi që është pjesa e asaj shtëpie në rrjetet sociale. Dhe kur them ndjekës, i referojnë faktit që atyre u rriten, ndjekësit e tyre, gjë që është krejt normale nga shikueshmëria, por po ashtu ka edhe reagime të menjëhershme të qytetarëve të cilët nuk pajtohen me vendime apo veprime të banorëve dhe tërhiqen duke i bërë ata unfollow, duke mos i ndjekur më. Gjë e cila ka nxjerrë në sken një pikpyetje tjetër. Ka shumë nga ata gazetarë, përfshirë këtu emra të njohur të cilët komentojnë Big Brother, që thonë se ndoshta disa banorë në momentin që dalin nga shtëpia, siç ishte rasti më i fundit ai i Eglit, mund t'i blenë ndjekësit e tyre dhe për këtë arsye ata i humbasin. Për të kuptuar dhe për të mos pasur persona të cilët janë një anës, në këtë rast pro apo kundër banorëve dhe preferencave të tyre, kemi vendosur të zhvillojmë një bisedë me Tomi Kallanxhin, i cili është ekspert IT dhe mund të na sqarojë se si ndodh kjo rënje e ndjekësve apo rritja e menjëhershme. Tomi, të përshëndes. Përshëndetje, përshëndetje. Përpoqja të tregohesha koncize që ata që do ta ndjekin bisedën në vijim të jenë të qartë për këtë pjesë. Tani, duhet ta themi që ndonjëherë gjërat nuk bëhen vetëm nga ata që i blejnë këto përdoruesit, por mund bëhen edhe nga thonjza armiqtë e tyre, ose ata që duan të bëjnë dëme pozicionimit të tyre në social media etj. Ja, me radhë regjia, vetëm një moment se do t'i kërkoj unë dhe do t'i marrim një nga një me Tomin që t'i sqarojmë. Tomi, për shembull, në ditët e fundit, po e nis nga Egli për të shkuar tek personazhet e tjerë. Ditët e fundit kanë vënë re jo vetëm Ronaldo Sharkën, po edhe figura të tjera të cilët postojnë her pas here profilin e Eglit dhe tregojnë se si po bie numri i ndjekësve. Disa thonë që kanë qenë ndjekës të blerë, të cilët në një moment të caktuar ikin nga Instagrami. Disa të tjerë thonë që ka një lloj pakënaqësie nga ndjekësit e saj, të cilët po e heqin vet. Si është? Jo, shiko, unë e përmenda edhe këtu, domethënë nuk mund të jenë, kjo gjë nuk është e prermetike, edhe mund t'i kenë blerë, edhe mund t'i kenë bërë një sulm, si më thënë thonjza për këtë gjë. Por që unë do të shpjegoj diçka që ja të them ca numra. Në datën 6 mars Eglit janë shtuar 21.000 followersa dhe vetëm në një ditë në 7 mars janë shtuar 53.397. Që do të thotë? Që thotë që është patjetër që është bot, nuk është se është nuk është se Egli është Zelenski në takimin me Trump dhe gjithë media publike u shtua 50.000 followersa. Që do të thotë tani, një sekond, seram një gjë jemi korrekt edhe me Eglin dhe me kodo që na ndjek? Këtë gjën, jo domosdoshmërisht e bën vetë Egli, se mund të ketë ndonjë fan që ja ble. Jo, mund të jetë edhe ndonjë keqbërës që do t'i prishi interagimin e saj në social media. Në këtë rast, domethënë edhe ty mund të shtoj dikush të 100.000 followersa dhe ti zgjohesh nesër mëngjes dhe ke 100.000 followersa. Të kuptova, pra mund të ta bëjnë dhe për të dëmtuar. Pikërisht. Tani. Dhe të shpjegoj pak, kjo gjë ka zgjatur 4 ditë. Në 8 mars janë shtuar 22.000, domethënë janë shtuar në total 21 edhe 53 i thonë gati 75, 75 gati janë shtuar mbi 150.000 followersa. Shem pak ato fotot e krahasimit, 4 fotot e krahasimit të ndjekësve në mënyrë se si është futur në Big Brother dhe se si ditë pas dite janë në rënje. Ti thua që janë ndjekës? Unë them diçka që Egli në datën 5 mars ka qenë 187.000 followersa dhe Befas pikun e ka arritur... Një sekond, 5 mars sa ka pasur? Ka pasur 187.000. 187.000? Po. Dhe piku kur ka qenë? Kur ka dalë nga shtëpia? Dhe piku ka qenë në 15 mars që ka përfunduar kjo rritja, ka qenë 352.000. Po, ja ku i kemi 352.000, pastaj ka shkuar 342, pastaj 329 dhe pastaj 323. Ky është fundi, domethënë po, ky është fundi. Që do me thënë, kanë ikur gjithë ata që ishin blerë apo do vazhdojnë të bien? Me shumë mundësi do vazhdojnë, me shumë mundësi kjo gjithë do shkete 280.000 dhe me kalimin e kohës. Po, aktualisht, se po e verifikoja tani, aktualisht ashtë janë 323. Po ti thua që duke që se pati një rritje dhe bum të menjëhershëm, tregon që janë ndjekës. Shojmë pak një video që e ka shpërndar Anajt Kaloti, në mos nga bëjnë në rrjetet sociale, është një video që shpjegon ose më saktë duken që janë profile pa fotoprofili,
të shteteve të huaja, të ndryshme. Edhe duket, këto janë qartësisht, e vendosim pak të plot, këto janë qartësisht Instagrame që nuk ekzistojnë, pra si janë personat real. Si Dorela, unë kam një grafik dhe kam një tools, mund të kishim edhe ndarë këtë ekranin tim, por që mund t'ja unis. Kam një tools që analizon page-in nga dita në ditë, si ka lëvizur, sa janë shtuar, sa janë hequr, sa hiqen, sa zbriten dita e me radhë. Kështu që këto gjëra ruhen, sidomos personave publik, edhe sidomos edhe personave publik që kam pasur bashkëpunime me brende të ndryshme të me radhë dhe sado ato ta kenë private, kjo gjë i ruhet tyre. I din, do me thënë, e dallon do të një qytetar i thjesht këtë gjë, apo duhet jesh patjetër ekspert IT-e që të kuptosh që nuk janë të vërtet? Tani njerëzit vërtetësinë e kanë me veten e tyre ndaj influencerëve, nuk e besoj se e kanë me numrin e followersave dhe me kanë me influenceri dhe me ato çka thot një influencer. Nuk është se kanë me numrin e followersave. Patjetër ndonjëherë edhe Gjesti ka pranuar që ka bler followersa, kështu që ble klikime thot Gjesti. Përveç followersave. Po, dëgjoj, Tomi, se më bën përshtypje, po ka edhe momente kur një person në fjalë mund të ketë një bum të madh. Për shembull, siç është rasti i Gjestit, momentin që sapo hyri në shtëpi, edhe ishte ajo mirëmbrëma nga ana e Ledionit, se unë e vura re dhe vetat natë, teksa e bëja refresh, nuk është se nuk kishte interes, pra ka raste kur ka dhe interes real. S'mund ta përjashtosh. Çështja është që nuk rriten, nëse po tentoj të bëj një kërkim, dhe nuk rritën përdorusit me shifra ashtë mëdhaja, kështu që është shumë e vështirë me u rrit me 200.000 followersa ose 300.000 followersa në një ditë. Okej. Në cilat raste ndodh vërtet të kesh një lloj bumi në atë kurbën e ndjekësve? Carlo Conti, mbaj mend, kur ishte mori prezantimin e parë të Sanremos, Carlo Conti ka shkuar vetëm brenda një natës parë, ai ishte 0 followersa në Instagram, dhe brenda natës parë ka shkuar mbi 500.000 followersa, po flasim për një shtet si Italia që ka 60 milion banor dhe kjo gjë, për shembull, nëse ke kurioziteti, për shembull, edhe Gjesti ka ca arritje të çuditshme në Instagram. Po, në Instagram. Por ti nuk e përjashton faktin që mund të ketë dhe njerëz që duan t'i dëmtojnë dhe ja bëjnë këtë gjë, ë? Po, tjetër që po. Edhe ky është një skenar që ne duhet ta kemi parasysh, sidomos kur janë këto personazhe publik që kanë edhe hatersa, shumë hatersa në shumë raste. Që duan t'i dëmtojnë. A manipulohet dot shikueshmëria në Reelsa të tipit, e kupton çfarë dua të them? Patjetër që po. Edhe ajo. Pra çdo gjë është e manipulueshme thua ti. Çdo gjë që është në social media është e manipulueshme, e vetëm gjë që nuk është e manipulueshme është kur ata postojnë një brand dhe në fund fare e klikojnë 10 veta dhe gjeneron një shitje. Domethënë, nëse ti ke 200.000 followers dhe gjeneron vetëm një shitje, do thotë që ti ke ngritur një fake audience që bën për të gënjur veten në shumicën e rasteve, por që në fund fare edhe brandet e shikojnë, mund të provojnë një herë, po nëse ti ke fake. A shkon në ndonjë moment të caktuar Instagramin në gjendjen e tij reale? Jo. Që do të thotë këta fake followers vijojnë të qëndrojnë përgjatë atje? Vijojnë, po. Po si është e mundur pra që bien, apo bie vetëm një pjesë? Bien, do të thënë, në rastin e Eglit ishin mbi 150.000 që ishin blerë, kështu që edhe në për këto click farmet e ndryshme që janë në Neymar, në Bangladesh e tjeme radhë, dhe këto kur e thonë aty që ne mbajmë përgjegjësi vetëm për 7%, 8% që mund të qëndrojnë, kështu që... Ama, Tomi, ti më ke thënë, nëse unë zgaboj, që ka një gjë që nuk është e manipulueshme, se sa herë është bërë emri yt search në Google Trends. Dhe fakt është që kur ne kemi diskutuar bashk në studio, lidhur me momentin e hyrjes së Gjestit në Big Brother, ti the që kishte qytete në Shqipëri që se kishin bërë kur search emrin e tij, dhe Befas, ditën që ai u prezantua si banori Big Brother, nuk dua t'i hedh poshtë asgjë, askujt. Jo, të bëjmë pak sqarimin, se nuk ka probleme, e kuptoj tendencën. Biles ne kemi thënë që Egli është finaliste, është një nga personat më të kërkuar në Google, sidomos në këtë Big Brother, kështu që
nuk e ishim as kujta. Tomi, e bën dot tani në këtë moment, po ta jap kohën të bësh një search se sa kërkohet Egli dhe Gjesti, pra kush është më shumë që kërkohet aktualisht në Google nga të dy. Pra merr kohën tënde për të kuptuar se cili prej të dyve, meqense kemi edhe pak minuta, do ishte interesante ta shinim se cili prej të dyve është më i kërkuar në Google, sepse kjo është e pamanipulueshme sipas Tomit, edhe do ishte interesante të shinim se kush është më viral në këtë moment, duke marrë shkas edhe nga debati i fundit që patën në Prime-in e kaluar, edhe nga shikueshmëria, edhe nga komentet e shumta që janë bërë lidhur me të dy. Do ishte interesante për të kuptuar, kjo për shkak se edhe në Instagram duken disi të barabartë, kjo nga rritja e fundit e ndjeshme që pati Egli, e cila avion, siç ishte edhe në plan të parë tek ajo fotoja me 4 ndryshimet e ndjekësve në rrjetet sociale, të ketë 323.000 ndjekës. Gjë, më ndihmoni pak me atë foton, kjo është fotoja. 323.000 ndjekës është aktualisht. Po Tomi, më thuaj. Gati, Sidorela. Unë po bëj një të 30 ditë të fundit, po e do dhe më shumë se 30 ditë. Jo, 30 ditë mjaftojnë, po. Egli është shumë mirë në Vlorë dhe në Berat, kurse në gjithë qytetet e tjera është Gjesti. Në gjithë qytetet e tjera. Vetëm Vlorë dhe Berat duan të klikojnë më shumë për Eglin. Po. Është interesante, pastaj gjithë qytetet e tjera është Gjesti. Pikërisht. Okej, Tomi, të falenderoj shumë për gjithë informacionet dhe statistikën e fundit. Jenë rregull me gjithë fansat e Gjestit me këtë që the. Faleminderit shumë. Mirë, ne kemi mbritur në fund. Më lejoni përpara se ndajemi t'ju bëj një kujtesë për të gjithë ata që duan të ndjekin AG Show, që zhvillohet në Escape Club, një super spektakël nga Aurela Gaçe. Për ju që doni ta ndiqni pranë çdo të enjte, biletat mund t'i gjeni në topvischannel.tv online, por edhe biletat fizike në Arena Center apo edhe në Top Channel në Kashar. Po e njëjta adres dhe po të njëjta të dhëna edhe për ata që duan të ndjekin spektaklin e Portokallis. Biletat mund të gjeni në topvischannel.tv online, por po ashtu edhe biletat fizike në Arena Center dhe në Kashar në Top Channel. Pas pak jeni me edicionin informativ, bashkë mirupafshim.